Mirë se erdhët. Përshëndetje. Kush na telefonon? Mirdita, Sevdi Sadiku nga Vushtria, një veprimtare çështjes kombëtare. Çdo Ma lejon mua ta them. Lena neve nga njerë me thua një veprimtare Nga çështjes zëri, kombëtare. nga zëri, nga emri. Si jeni, si kaloni? Dukeni bukur, Faleminderit. gjithë me disponim. Na u keni bërë shumë të dashur, kështu që po t'ju takojmë në rrugë edhe pse s'njihemi. S'keni qa me bë, Nga ora Unë një juve, po tani ju si do më thoni mua. Njoftohemi edhe ne. Mjafton që thua jam Sevdia. Edhe veç e vazhdojmë bisedën aty ku na ka mbet. Bjemrin e thot Merita dhe unë tham një veprimtare e njohur e çështjeve kombëtare. Kështu që ju kush ju flet folni. Po, patjetër. Patjetër, neve që kemi të mësuar me këtë çështje në rrugë me një numër shumë të madh njerëzve flasim. Merita ke marrë një temë, ju të dy të keni marrë një temë shumë të mirë sot, shumë aktuale, ku njerëzit non stop janë me telefona në dorë. Me të vërtet, disi njerëzit, sidomos gjeneratat e reja, kanë morrit shumë ftofshëm, pa i përjetu gjërat, pa u kënaq me njerëzit, do të kënaqen vetëm virtualisht edhe do të shojnë kur do të ndohen pi partnerave pa u takuar, ose edhe prej shoqërisë, po për zotin kur po takoj njerëz të çoj çkimoj, ta jam prish me partnerin në telefon ani, takon ndonjëherë. Jo, vetëm përmes rrjeteve sociale tash, qyç, ja. Po qahet. A ke pa ndonjë? Fakt është për mund të ndodhë. Nuk mund të merrni me mend çfarë lot ç'kam pa. Lot të mëdhenje me një thyrje një thyrje shpirtërore kështu, se më duke pak a din absurde, po njerëzit po jetojnë me këto gjëra. Kështu që kontakti fizik, vizitat, ndejat, unë mendoj që do të dalin robota shumë të fortë dhe kanë me kry shumë punë që ne s'kemi me mujtë mi kry, po kurse si ta ndazavensoj njeriun. Kështu që kjo ndjenja njerëzore, kjo kontakti njerëzor, kjo biseda, kjo afërsia, kjo ndeja, kjo me shku të dajtet e tezet e të agjallatet e hallat e të kushërit, me bujte, me nejte, mu knaq, unë nuk e besoj që ka me zavencu diçka, por fundit ma mirën me tirë në telefon, e me ta hop kamerën, se tash edhe kjo mundësi është bo, se sa mos me tirë as në telefon, as në rrjetet sociale, as mos me hop kamerën, as mos mu po, as mos mu njoft. Kështu që ma mirë me ta uru ditëlindjen edhe në telefon, nëse s'kina mundësi mu taku, apo dhe ju s'kini mundësi se dy rroga nuk doli me thirë farefisin e ngusht, drika dorka, s'po di qa me të thonën, për para e kam bu një krelon me duqa që aty, një tengjere me pasol, një tengjere me mishelogno, ose pa mishelogno, ose me që kam pos. Tani e bënë në porosi, ja? Misafir, nuk kam pos pije me qitë ëmbëlsira, po ka dollë në kopsht, e ka mora aty një tongull, e ka gri, e një kungull e ka pjek, e një misir e ka dorë, ka pjek, e ka zido grur aty, ka bo ashure, e ka zido misër, me qumshte me qa i përmande këtë të fundit moj Sevdia. Edhe për zotin edhe kanë qenë ushqime bio, e knoq me atë mikë pritje, edhe nuk e besoj që janë shpenzu qa shumë. Tashti do misht barë, do misht kusht, do pleskavica, do bëbëbëm, për që tu pelojna pa thirë njerën, se... Jo, madje tani në porosia online, prap në rrjetet sociale porosit, ushqimin. Nuk e di nëse mund të kishë ushqimin.